pjesë të kufire dhe shikojnë se nga mujnë me bo kontrabanda, apo kështu që policia e Kosovës realisht i ka zbuluar ato. Por përveç këtij versioni, ndje se ju ndërpreva dhe madje që në hyrje, çfarë do një dron sipas edhe dëshmive të banorëve të zonës mbi burg, mbi hapësirën e burgut, pra rrethimin e burgut, por edhe gazermat e ushtrisë. Kjo një dron i tillë normal hapësirën territoriale të Kosovës ajrore ka në kontroll KFOR-i, është përgjas KFOR-i. Kështu që Policia e Republikës Kosovës po i monitoron dhe organet tjera të sigurisë, gjithsesi edhe AKI po i monitoron ata dhe ne patëm në një deklarat të KFOR-it që i mohun gjërat e tilla, që shkojnë në një proces apo në një lindje me qeverinë e Serbisë, kështu që unë mendoj që është diçka ma shumë se dronët, apo ma shumë se pamjet e dronëve, për shkak se mund tjetë edhe hapësira ku ata tentojnë mi fut me u përsërit një bojsk, do më thonë prap, ose një sulm i tillë, por që une parasho dhe parangje që shumë pak kanë gjos ata të bëjnë një gjë të tillë, për shkak se Policia e Republikës Kosovës është e përgatitur tej mose dhe çdo ditë më shumë është duke u përgatitur edhe më tepër realisht për sulmet e tilla. Ata djemë dhe vajza nuk kanë frikë nga ndonjë sulm i tillë, janë të përgatitur, kanë mundësit, nuk janë mod sikur në vitet 2013 apo 2008 apo 2015, po tash jemi në vitin 2025, kemi një qeveri kej tjetër, një kapacitet sigurisë krej tjetër, ku kryeministri në detyrë i ka dhënë gjitha kapacitetet financiare qoftë ushtrisë, por edhe policisë. Dhe unë e mbështet shumë lartë këtë qëllim tina, si qytetari i Republikës Kosovës dhe si njësi që është sigurisë, unë parashoj një vit shumë drejt kryeministrit, që pa siguri nuk ka shtet. Por njëri nga dronët edhe mund t'ishte rrëzuar gjithë të kohë, 2 muaj, 3 muaj që ka shkeler hapësirën, që ata dhe vetë zvelësha që janë disa, pra kjo po ndodh për disa muajsh, ndërkohë që po t'i kishin konstatuar, i ka kapacitetet dhe aftësitë për të rrëzuar ndonjërin prej tyre? Kosova ka hapësirë, do më thonë direkte, sepse kemi elemente tjera të sigurisë që mund ndikojnë për rrëzimin e tyne. Kosova nuk po dëshiron me kriju konflikt, siç po thirrët Bashkimi Evropian, që gjatë gjithë kohës pe sulmojnë kryeministrin e Republikës Kosovës në detyrë Zotri Albin Kurtin, që ky po krijon konflikt me Shtetet e Bashkuara, po kjo politik po mendoj Bashkimit Evropian, apo Shtetet Quintit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, mu po mduket pak se është sigur ta mbajnë një konflikt të ngrirë, dhe në një kohë caktuar të shkrihet ai konflikt dhe të fillon prap. Dhe për këtë arsye, kryeministri edhe organet e sigurisë, jo vetëm kryeministri, po meritorët kryesor janë organet e sigurisë që nuk po lejojnë mu tensionu situata. Ne përveç këtyre kemi organizatorat jetë listës sërbska në veriun e Mitrovicës edhe në përgjithësi territorin e Republikës Kosovës ku operon ajo parti, dhe ne dim qëllimin e tyne, por që gjykatat e Republikës Kosovës, KQZ-ja, PZAP-ja, ja dhanë mundësim prapë që ajo parti të kandidoj kandidat e tyre, të cilët unë i shoh që janë terrorist, shumë hapta edhe njëherë përsëriti janë terrorist dhe organizator të sulmit të Bajskës, organizator të sulmit ndaj KFOR-it, organizator të sulmit ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës dhe nacionalitetit shqiptar, organizator të sulmit ndaj qytetarëve serb të nacionalitetit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës, në gjitha përgjithësitë kanë dhe për këtë unë mendoj që organet e sigurisë duhet të qesin provat publikisht,
pasi që ne shumë organet gjyqësore dhe prokuroriale që nuk po marrin masa adekuate apo në proces të cilën sjellin organet hetuese të policisë dhe të sigurisë, dhe sot kemi realisht një organ, një parti politike sërbe, të cilat po e përsëriti prapë, ju lutem, kërkoj falje, por është terroriste, dhe unë mendoj që nuk do të duhet certifikohet lista sërbska për zgjedhjet në lokalet të Republikës Kosovës, e as më shumë mendoj që ajo parti do duhet të largohet nga partit politike në Republikën e Kosovës, sepse nuk e respekton kushteturin e Republikës Kosovës, bën sulme terroriste, organizon sulme terroriste ndaj rendit dhe kushtetues të Republikës Kosovës.